është se nëse një person lën diçka për hir të Allahut, është rregull kuranore, është rregull profetike që Allahu ty do ta zëvendësojnë këtë botë edhe në botën tjetër me diçka më të mirë. Në e ka shënu Ibn Rajab në librin e tij Dhailu Tabaqat al-Hanabila, që e rrëfen vetë një prej dietarëve, një prej hoxhallarëve të mëdhenj, Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Baqi al-Ansari, ku thot kështu: një ditë prej ditëve shkova në Mekë dhe isha musafir në të. Mirë po, kisha mbetur pa hëngur dhe pa pi, isha i uritur. Dola rrugës në mënyrë që të kërkoj rrezik dhe furnizim prej të madhit Allah Azza wa Jalla. Pa prit mas, në mes të rrugës po e gjej një qese që ishte nga mëndafshi dhe ishte e lidhur me një nyje me një peng gjithashtu nga mëndafshi. E mora këtë qese dhe shkova në shtëpi brenda. Dhe po e hapi këtë qese që ishte nga mëndafshi, ku brenda kësaj qese ishte një varse me plot margaritar. Allahu Akbar. U gëzu ky hoxha shumë se nuk kishte me hangër dhe me pi. Mirë po pas pak del nga shtëpia, po e ndëgjon disa zëra që një plak po brohëri duke thënë: aman ai i cili e gjen këtë qese nga mëndafshi, që në mesin e tyre, në brendësinë të kësaj qese, është një varse nga me margaritar. Ai i cili e gjen, si shpërblim për këta do t'i ketë 500 dinar. Ky hoxha në vetveten e vet mendon dhe thot: më mirë t'ja kthej mallin dhe ti marr 500 dinar nga ky plaku dhe ha dhe pi dhe pastaj shko në shtëpi time. Ky hoxha e thret këtë plakun dhe i thot: më përshkruaj cilësitë e kësaj qese. Ky plaku ja përshkruan cilësitë ashtu siç është. Është një qese nga mëndafshi, e ka një nyje që është e lidhur nga mëndafshi. Brenda saj është një varse me margaritar. Numri i margaritarëve është kaç, ngjyrat e margaritarëve janë kështu dhe kështu. Thot bojrëm, kjo është qesja jote. Thot bojrëm, ja këto 500 dinar si shpërblim. Thot jo. Thot pse? Thot se feja islame nuk na lejon. Thot pse? Sepse kjo është amanet që ne duhet me dorëzu. Ku janë vëllezër ata amanexhi, të cilët gjejnë diçka dhe e kthejnë për hir të Allahut Azza wa Jalla? Ku janë në ditën e sodit? Kështu të dashur vëllezër, ky plak e vazhdon rrugën e vet, ky hoxha vazhdon rrugën e vet. Ky hoxha Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Baqi al-Ansari rrefan dhe thot: filluam dhe shkuam deri tek një anije në det për ta kaluar detin në mënyrë që çdo secili prej neve të shkojmë në shtëpitë tona. Pa prit mas po vije një dallgë e madhe e detit. Dhe anija po fundoset, dhe njerëzit po fundoset, dhe shpëtoi ku shpëtoi. Dhe prej tyre falënderimi të kanë Allahu, thot ky hoxha, shpëtova si shkak i një cope të dronit të anijës, derisa dallgët e detit thot më bajtën djathtas, majtas, para mbrapa për një kohë të gjatë në deti, derisa më hudhi deti në një ishull, ku në atë ishull kishin disa njerëz. Mirë po këta njerëz nuk dinin as shkrim dhe as lexim. Shkova në xhami, fillova me lexu fjalën Allahut, Kur'anin familjar. Kur po më shohin njerëzit se po lexoj Kur'an, po më thojnë: "Allimna al-Qur'an fa'allamtuhum." Mësona Kur'anin dhe jo mësova. Kështu Allahu Azza wa Jall më dhuroi pasuri se filluan të më paguajnë. Pas disa ditave, përsëri shkova në xhami. Ishte një Kur'an, një mushaf i cili ishte i shkoqur. Fillova të rënditi dhe fillova të lexoj. Disa persona më rrethuan dhe më thanë: "E tuhsinul kitabe?" A din me shkru? Thot po. Atëherë allimna al-khat, ne i mëso shkrimin. Thot jo, mësova edhe shkrimin. Pas një kohe, ata po ma bojnë një ofertë dhe po thojnë: "Ne po të shohim se je njeri i zellshëm dhe i mirë, i edukuar dhe i devotshëm. Ne në mesin ton e kemi një vajzë e cila është jetime, ka pasuri, ka nder dhe pozitë. Duam që ti të martohesh me tonë." Thot kjo hoxha fillimisht nuk pranova, nuk dëshiroja një herë që të martoja. Nuk ishte koha e duhur, nuk ishte vendi i duhur. Mirë po ata insistuan derisa më moshën menën dhe pranova që të martoja me atë. Kur ma sollën vajzën, atë vajzën për martesë, e ngrita kokën në mënyrë që ta shoh atë vajzën, mirë po e shoh në qafën e saj një varse me margaritar. Dhe po më kujtohet ajo ngjarje të cilën kishte ndodhur me mua dhe me një plak.
Ata personat xhamati, populli që ishin përreth këtij hoxhës, po i thojnë: "Ja sheikh, kasarta qalba hadhihi al-yatima min nazarika ila hadha al-'aqd wa lam tanzur ilayha." Fas o imam, ja ke thy zemrën kësaj vajze jetime, duke e shikuar varsin e qafën e saj, ti nuk po e shikon fytyrën e saj. Hoxha drejtoi dhe thot: "O millet, o popull, o xhamat, o nëse i përket kësaj varsës me margaritan në qafën e kësaj vajze, e kam një tregim." Dhe ja tregon dhe ja transmeton kështu kanë gjallë. Këto njerëz filluan të brohorasin, duke thënë la ilaha illallah, Allahu akbar. Hoxha çuditë dhe thot: "Çfarë është bë?" Thot: "O hoxh, o imam, kjo vajzë të cilën ti sot ti e ke përballë, është vajza e që ti plakut." Thot: "Derisa ky plaku neve na ka fol mirë për ty, duke na thënë: fa wallahi ma wajadtu fi dunya musliman ka hadha alladhi radda alayya hadha al-iqd." Nuk kam gjetë një musliman më të mirë ke dynjan, nuk e kam taku se sa ai personi i cili më ka kthy varsën për margaritanën. Derisa ky plaku bënte në vazhdimsi doa duke thënë: "O Allah, ma mundësa që vajzën time ta martoj me këtë djalosh të devotshëm dhe të ndershëm dhe të sinqert. Dhe ja Allahu Azza wa Jall ja pranoi duan këtij plakut edhe pse ai ka vdek, Allah e pas mëshiru." Të dashur vëllezër besimtar, derisa thot ky dietari Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Baqi al-Ansari, shkaku i kësaj, Allahu Tebareke wa Taala më dhuroi pasuri, më dhuroi hajër të madh, dhe më dhuroi rizq me bollëk, saqë u bëra që edhe unë t'ju jap sadaka dhe zeqat. Të dashur vëllezër besimtar, ibreti, mësimin dhe dobi të cilët kemi mundësi me nxjerr nga ky hadith dhe nga ky tregim është se nëse një person lën diçka për hir të Allahut, është rregull kuranore, është rregull profetike që Allahu ty do ta zëvendësojë këtë botë edhe në botën tjetër me diçka më të mirë. Nëse ti e lën një mëkat për hir të Allahut, Allahu do ta zëvendësojë me diçka më të mirë, sikurse që ishte Jusufi alayhis salam, e la mëkatin, e la gjunoin, Allahu ja mundësoi mu bë ministër me pozitë të lartë në këtë botë, mirë po edhe në botën tjetër me xhenetin Allahut azza wa jalla.